Krishtit. Në nderisën e fundit përmendëm mundin e madh që japin fundamentalistët krishterë në Amerikë për të ndihmuar zbatimin ose realizimin e premtimit hyjnor sipas tyre. Përmendëm programet televizive që i kanë ata, edhe e përfundum nderisën e para këtij dersit me disa personalitete kishtare dhe aktivitetin e tyre dhe disa thëniet e tyre që i kanë thonë drejtim të Palestinës ose Izraelit. Ka mbet edhe një organizat tjetër e cila gjithashtu punon në këtë drejtim, e pastaj flasim për aktivitetin e fundamentalistëve krishterë, edhe pastaj aktiviteti dhe më thonë ose këndvështrimit islamik ndaj këtij problemi. Kjo organizat e ka emrin Organizata Krishtere Ndërkombëtare ose Ambasada Krishtere Ndërkombëtare. Kjo është për organizatave fundamentaliste krishtere e cila bazën e saj e ka në Quds në Jerusalem. Edhe degët e saj i ka anën banë botës. Edhe kjo organizat beson në vërtetësinë tekstuale të Teuratit edhe të Injilit. Besojnë se kretë ato fjalë që janë ato libra janë të shenjtë dhe të vërteta prej Zotit. Edhe këta njerëz, antarë të kësaj organizate, besojnë se këtë organizat vetë Zoti e ka themelu. Domethënë është bërë me iniciativë të Zotit ose me inspirim nga Zoti. Këta thonë ne jemi sionist ma shumë se sa janë izraelitët sionist. Se në përmendëm në leçën e kaluam se ka dy sionizma. Sionizmi qifut edhe ai krishter. Dhe më thonë që flasim për rikthimin e tokës e premtuar nga Zoti për popullin izraelit. Ata thonë Kutsi është qyteti i vetëm që është nën përkujdesin e Zotit dhe Zoti këtë tokë ja ka dhënë izraelitëve për gjithmonë. Që kjo është maksima kryesore e kësaj organizate. Janë më sionist se izraelit dhe se Palestina është tokë e premtuar për izraelitët edhe Kutsi e ka, domethënë i vetmi qytet që ka përkujdesjen e Zotit. Kjo organizat beson se nëse nuk ekziston Izraeli në rregullin toksor, atëherë nuk do të ketë vend Mesiu për të ardhur për zyti. Edhe na kemi përmendur disa herë se krishterët e arqivut në këtë rast i përdorin njëjtat metoda për njerëz të ndryshëm. Ose thon ndryshe për një njeri, mi po emrat i kanë ndryshe sepse ai tjetri që mendojnë krishterët se ka më ardhur në anën e tyre, ka më ardhur në anën e muslimanëve, për kështë Mesiu Isa alayhis salam. E këta, nëse zbat Izraeli fuqishëm, dhe më thonë nuk bat vendi për më ardhë Mesiu Dajjal, edhe automatikisht nuk bat vendi për më ardhë Mesiu Isa alayhis salam. Kjo organizat jo vetëm që i përkrah izraelitët, por edhe u ndihmon konkretisht në realizimin e politikës ekspansioniste që zbaton Izraeli brenda Palestinës edhe jashtë, duke menduar se bregu perëndimor dhe këta është tokë e dhënë nga Zoti popullit izraelit, dhe patjetër ato kanë duhet me sundu këtë vend. Andaj edhe procesi ndërtimit të zonave të reja të banimit në Palestinës e në Izrael është më ky qëllim. Për ta banuar tokë që normalisht sipas tyre është e premtuar prej Zotit. Kjo organizat që konsiderohet organizata më e rrezikshme, domethënë fundamentaliste krishtere në Amerikë po edhe në botë, i ka 7 synime kryesore. E synimi final i tyre është t'i krishterizojnë qifotët. Mirë po, jahudit me kurthet e veta, me mundet e veta, që këtë pikë kanë eliminu për programit të mëve. Se sikur se thash pak më parë, ata u ndihmojnë qifotëve jo për interes qifotëve, por që të përgatisin terrenin për më ardhë Mesiu. Kur vjen Mesiu Isa alayhis salam, ata detyrimisht këtë që kanë më mbet kanë më kryqëzuar. Mirë po qifotët më të aftë në kurthe dhe në mashtrime dhe në tradhti, i kanë detyruar që ta eliminojnë këtë pikë
krishtjanizimin e qifutëve, të mesin vetëm 6 pikat tjera, të cilat këtë janë pastaj në favor të Izraelit edhe qifutëve. Një, thënë ata duhet dhënë interes të veçantë popullit qifut dhe shqipit Izraelit. Interesi, preokupimi jonë kryesor duhet me qenë populli Izraelit edhe shteti Izraelit. Që e puna jonë kryesore. Ashtu se kurse të muslimani është puna kryesore me adhuru Allahin Gjeleshanu, mi ju nështru ati dhe me falë namazin, të ata është interes veçantë edhe për dëmon preokupimi kryesor jonë do tjetë rreth Izraelitve edhe Izraelit. E dyta, duhet mi përkujtu krishterët, edhe duhet mi nxit që të luten për Kudsin dhe për tokën izraelite, vazhdimisht ata në për falë namazet tyre, lutjet e tyre, që mos harrojnë të luten për Kudsin edhe për tokën, domethënë, izraelite. E treta, duhet krishterët e mbar botës të dinë atë që ndodh në Palestinë ose faktikisht në fojzën e Izrael. Edhe vazhdimisht të informohen me ndodhit e reja, që t'jenë, domethënë, çfarë më thon kjo? Se kjo të mban ty në kontakt me atë vend. Kur ti vazhdimisht i merr informatat e atij vendit, kjo i ngjan sikurse kur vet live. Kur dalin jashtë, çka bën ata? Vazhdimisht mundohen me vesin edhe interesohen për atë që ndodh në vendin e vet, për me mot kontaktin me vendin e vet. Edhe njëjtë për shembull ato njeri nëse del pi shtëpisë vet, në Maqedoni këtu në një qytet tjetër, ose si ushtar ose si punëtor, vazhdimisht thret te shtëpia telefon dhe vetë se çka ka të rejë shtëpi. Pse? Me qenë kontakt me atë që ndodh, domethënë lidhja e tij me familjen e vet mos më kuput, ose lidhja e tij me vendin mos më kuput. E njëjtën strategji e përdorin krishterët, informojnë vazhdimisht anëtarët e organizatës vet se çka po ndodh në Palestinë, gjërat e reja që ata të mesen të lidhen me këtë tokë, mos të harrojnë domethënë edhe mos ta nxjerrin prej vëmendjes tyre. 4. Ata thënë që duhet me nxit udhëhecit krishterë, organizatat edhe kishat e botës që të shfrytëzojnë ndikimin e tyre që e kanë për interesin e Izraelit edhe popullit që fort. Po këtë botë e në këto, ose përqinja më e madhe e botës e në këto. Kryetarët, organizatat, kishat. Po institucionet më të mëdha në botë, që janë në botën krishtere, perëndimi domon Evropa dhe Amerika, me nxit ata që me shfrytëzu ndikimin e vet, forcën e vet që kanë për shkon në interes të Izraelit edhe popullit që fort. 5. Të krijohen projekte ose të përkrahen projektet ekzistuese, domethënë që janë brenda Izraelit, projektet investuese, sidomos në aspektin ekonomisë. Të krijohen projekte për investim brenda tokës së Izraelit ose të përkrahen ata që janë, pse për më shkaktu komoditet jehudive në Palestinë. E pse kjo element që mos ikin mbi Palestinë ata, po të mbesin që atë. Se për fat të mirë të muslimanëve, për fat keq të atyve, se populli jehudi është populli i lasdrum. Edhe nuk naqet nëse nuk i ka kushet e plota. Plus është të canë, nëse pak elbet në botë në ndridhje, atë më njërë fillon dhe më thonë a hijreti i kondër. Deri dje bën hijret në Palestinë, sot e dje bën hijret prej Palestinë dhe ikim. Pse? Se nuk janë bura. Sikur se tregum në adresën e kalon kur ata me pejgamberin e Allahut ishin Musa nëse nuk luftuan, para më do pa pejgamber apo me kërkan. Kjo është elementi 5. Elementi 6, domethënë të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë që kanë për të pajtuar arabët edhe çifutët. Se normalisht se pas pajtimit pastaj bon që do ta përmendim domethënë qëllimi i procesit paqësor çka ka qenë ose cilat janë qëllimet e procesit paqësor. Këtë, me rënd, etapa që ka pas domethënë prej të kam Davidi për para ndoshta ato në Egjiptit me jehudit, pastaj Oslo, Madrid, nuk e di kush, me rënd. Për këtë janë 6 pikat. E 7-ta, se ekziston se është eliminu. A e 7-ta ka qenë domethënë finalja që ti krishterizojnë çivodot, po çivodot dinak, kurset e tyre të mëdha e kanë eliminu këtë pikë, kanë me ty me 6 pika. Që kjo organizat e cila është e përhapur në botë si oktopod, ka bën një punë interesante në vitin 1985, domethënë para 15 viteve, nuk është shumë lart. Në të njëjtin vend